Në Pallatin e Kulturës Labëria në Vlorë është mbledhur këtë të shtunë Asambleja Zgjeruar e Partisë Socialiste të Vlorës. Prezantimi i kandidatëve për deputet ka qenë qëllimi i kësaj mbledhje të strukturave të Partisë Socialiste dhe socialistëve vlonjat. Në mbledhjen e Asamblesë Socialiste të Bashkisë së Vlorës kanë marrë pjesë kandidatët për deputet, që janë pjesë e listave të mbyllura dhe të hapura, por edhe deputetët aktual të Kuvendit të Shqipërisë, si dhe drejtues të tjerë të strukturave. I pranishëm edhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bleti Çuçi, si i deleguar i Partisë Socialiste Shqiptare. Çuçi prezantoi përpara Asamblesë së Zgjeruar të Partisë Socialiste kandidatët për deputet, por fjalën e tij përpara socialistëve të Vlorës, Çuçi e nisi me një urim për festën e Sultan Ovruzit, por edhe me një ndjesë që ky takim zhvillohet në këtë ditë, por siç tha, Partia Socialiste nuk ka kohë për festë, pasi festa u shpreh Çuçi do të organizohet më 12 maj. Gëzuar festën e Ovruzit për Bektashint që janë në sallë, edhe ju kërkoj ndjesë që e bëm këtë mbledhje në një ditë feste, po tani siç dihet deri në datën 11 maj, ky ekip nuk duhet të ketë pushim. As festën do të bëjmë në datën 12 maj gjithë bashkë me fitoren historike të Partisë Socialiste. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bleti Çuçi theksoi se tashmë është bërë zyrtare lista e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit, ashtu sikundër është njohur nga të gjithë. Çuçi theksoi se socialistët kanë hyrë tashmë në fazën më intensive të fushatës elektorale. Takimet me qytetarët sipas tij kanë qenë të vazhdueshme gjatë kësaj periudhe, ndërsa u ndal tek risia e këtyre zgjedhjeve në kodin zgjedhor tek vota e emigrantëve. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës falenderoi socialistët e Vlorës për angazhimin në fazën e parë të këtij procesi, që ishte krijimi i regjistrit, për të cilin është bërë një punë pozitive nga socialistët e Vlorës, tha Çuçi. Besoj se tani me daljen e listave të kandidatëve të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, e keni kuptuar dhe vetë që kemi hyrë në fazën më intensive të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Që nga shtatori jemi mbledhur vazhdimisht për diskutuar për mënyrën se si do organizohemi, për të filluar aspektet të veçanta, të posaçme të kësaj fushate që lidhen kryesisht edhe me atë element të ri që ka hyrë si vjet falë ndryshimeve në kodin zgjedhor, pra me votën e diasporës. U morëm gjithësisht disa muaj me këtë proces dhe këtu me që nuk na është dhënë rasti të takohemi të gjithë bashkë mbas procesit të krijimit të regjistrit të votuesve të emigrantëve që janë nga qarku i Vlorës. Dua t'ju përgëzoj për gjithë angazhimin tuaj, sepse për sa i takon fazës së parë, që është dhe krijimi i regjistrit, unë besoj që kemi bërë më të mirën duke realizuar edhe objektivat që i kishim vënë vetes për të regjistruar një numër emigrantësh në mënyrë që të krijojmë një diferencë vote të madhe me opozitën. Më pas mbledhja e Asamblesë së Zgjeruar të Partisë Socialiste në Vlorë ka vijuar me dyert të mbyllura, ku janë diskutuar çështjet e organizimit të fushatës dhe angazhimit të gjitha strukturave për fitoren e mandatit të 4 qeverisës. Pritet që ditën e diel kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës të prezantohen nga kryeministri dhe kreu i Partisë Socialiste Shqiptare, Edi Rama, i cili pritet të ketë një agjendë të ngjeshur takimesh dhe aktivitetesh në qytetin bregdetar.